Shpregu ti çfarë? Financiarisht është një krim që për të realizuar këtë lloj krimi, shifrat janë shumë të larta. Ai që e ka marrë përsipër. Nuk duhet të vë një përcaktim, sepse nuk duhet të për mbi 100.000. Jo, je larg shumë. Je larg. Për mbi 100.000 thash. I kushtojnë makinat vetëm që janë përdorur në të shumë. Jo. Ne, makinë 5.000 euro është? Jo, po 5.000 euro, po ai që e vjedh makinën dhe ta bën gati për vrasje do 20-30. Mirë, nëse un kam një përshtypje që i afrohet po t'i futemi me lek, i afrohet shifrës prej 1 miliard lek. Nuk e merr njëri përsipër këtë lloj vrasje. Shumë kol. Po ti përshua për 10 milion euro. Për shullaze e 1 milion euro, më fal. 1 milion euro është 1 milion. Ka të reja tani se euro një lloj. Çdo dhe sa e ka zbritur Banka e Shqipërisë që tha Rama është institucioni vetëm në Shqipëri, euro ka shku për lesh. Kam një shpjegim për arsyen pse. Kur kush nuk do t'i vriste njeriu më të afërt, Emiliano Shullazit për 100.000 euro apo 30.000 euro. Edhe unë kështu Ky është shpjegimi kryesor mbi gjithë. Pavarësisht që po të futem këtu tani në ekonominë e një vrasjeje të tillë, do duhen shumë para për t'u shpenzuar për ta krijuar një skem vrasje të tillë. Vërtet, Gilmando Dani në këtë moment nuk është i mbrojtur, por pse është zgjedhur Rinasi në këtë rast? Gilmando Dani është njëri i cili banonte në një zonë kur kush nuk mund të futet për t'i kryer atij një akt kriminal. E vetmja mënyrë për ta ekzekutuar ishte pikërisht kur zbriste nga avioni. Kuptohet që në avion ai s'mund të lëvizte me armë, por për të mos rënë në sy, atë nuk e presin miqtë e tij, të cilët mund të jenë të armatosur, por ai zbret në mënyrë të thjeshtë nga avioni, me një makinë e cila rezulton të jetë oficerit e marrë me qira nga dikush tjetër, pra ai ka menduar që s'do ketë kush informacion që unë ndodhem në këtë mes. Se si rrodhi informacioni është një tjetër gjë. Pjesa tjetër e sigurisë kam përshtypjen që i është dhënë nga duke menduar që po udhton me një agent të AMP-s dhe nuk do ketë probleme të këtij lloji. Gilmando ishte atë ose ishte agent i AMP-s? Jo, ata që ashtu i njohin, i din të dhënat edhe këpo qëllojnë. Ishte një personazh shumë i njohur në Tiranë. Dhe hyri në AMP se i duhej karta e bardhë për të lëvizur, Ferdinand, dhe ky është një skandal më vete pastaj. Se si policia e shtetit dhe dha një certifikat. Se Vis Martina e kishte një policë të thjesht fare atje në timon. Po kush e çante kokën? Për t'ia dhënë, ja ka dhënë. Lumbin ai nuk do t'ia di, po çfarë rëndësie ka? Për t'ia dhënë duke u bazuar në atë që thot zoti Berisha, ja ka dhënë ministri i Brendshëm. Po kjo është një tjetër çështje. Në atë që kam parë strukturat Sokol, po ka nisur nga policia e shtetit për shkuar deri tek AMP-ja. Kaq, pastaj le ta gjejnë secili se kanë marrë 2 polici kanë çuar aty. Çështja është që është futur aty një person i cili nuk duhet futej, sepse nuk plotësonte kriteret dhe kishte probleme. Kjo më intereson mua, pastaj nëse dalim tek emri, hajde të ndalim ta gjej hetimi. Me firmën e ministrit të Brendshëm. Po, dhe normalisht me certifikatën e dhënë nga Proda apo jo, se nuk ja dhash unë certifikatën as ju. Ise Proda ka për mua Proda ka mëkate pafund në këtë vend, po te ky rast nuk ka mëkate fare. Proda, ky është një drejtori tjetër. Nëse kjo është, hajde themi për Proda çfarë doni. Kjo është varësi të Proda fare për strukturën se s'kam asgjë personale. Jo, problemi është komisariati. Kjo është një drejtorim vete. Unë pyeta një kartë jeshile për të kaluar zoti AMP-ja është e gjitha në AMP-ja duhet të kontrolloj, një sekond, duhet të kontrolloj veprimet e punonjësve të policisë. Si ka mundësi një person i cili se tani duhet bie me këmbë tokë. Po pra po pjesa më po si shkon në AMP. E dini si shkon në AMP? Se duhet njohësh ligjin për ditur si shkon në AMP. Po të kundërshtoj. Pyeta dhe më thanë çfarë është dhe pse duhet ishte këtu në makinë. Më thanë që është shok fëmirie. Me të, nuk ka lidhje. Po, dhe pikërisht se shok fëmirie me një person me rekorde nuk mund të ishte në AMP. Komisariati numër 3 ka thënë ky person nuk ka probleme. Ndërkohë që ai kishte probleme sepse dhe vllajën ishte patur të presim çfarë do ndodhë. Ta mbaroja në u larguam. Të presim çfarë do ndodhë. Si e shoh. Për mua personat të cilët e kanë kryer nuk mendoj që ti përkasin në një grup rivrasësh në Shqipëri të cilët e kanë kryer këtë dhe më parë, duke përjashtuar vetëm një prej tyre i cili ka një guxim të tepruar në mënyrën se si drejtohet automjetit,
nuk kam parë në njëherë rastës që mund t'i blokohen 2 armë drejt për drejt, ai që ditë krye qitje e di që nuk e mban gishtin këmbës gjatë gjithë kohës, aty ku kam dalë në përfundimin tim, gjatë gjithë kohës, ata kanë patur frikë duke ditur se kë pëqëllojnë. Duke ditur që personazhi që pëqëllojnë ka një emër dhe gjithmonë krijon vrasësi krijon një emocion dhe me viktimën kur niset, ai ka një emër shumë të madh në emrat brenda grupeve kriminale, pra kur nisesh për të goditur Gilmandu Danin e ke në kokë se këtë do godasësh, nuk është njësoj si të godasësh tjetër kënd, ata kanë frikë gjatë gjithë kohës, prandaj qëllojnë nga larg dhe qëllojnë të gjithë me Kalashnikov, pastaj veprimet e tyre, jo që s'kanë qenë ndonjëherë mund të kenë veshur uniforma policie, po e para një rrëshqasin, e dyta u bien armët nga duart, e treta duhet kënë lënë gjurmë pa fund në vendngjarje, për këtë shpresojmë duke qenë se kanë prekur 4 herë tokën në një gjurmë e kanë lënë aty, u kanë rënë armët gjithandej, makina nuk është djegur plotësisht, kështu që ka shumë e shumë mundësi që të identifikohen se cilët janë personat në një mënyrë të... Ndërkohë unë i kam lexuar ndryshe, Sokol, njeriu që shkon dhe del, jo nuk ka guxim të tepruar, por është shumë kujdesshëm për të shkuar dhe për të kryer ekzekutimin. Jo vetëm kjo, po. Pra, ai është shumë i qartë në veprimet që bën, është tipik. Zoti Rakipi, po ta shikosh pamjen ekzekutori se viktima... Shumë i qartë dhe jegër. Po pra, dhe po ta shikosh, ai është aq i kujdesshëm sa vepron në distancë që të mos kishte asnjë rrezik të gjuhej nga brenda. Mjafton ta shikosh. Nga kaj sa meni u vesh nga kjo punë të krimit, duket grupi organizuar, apo se shpesh... Arma pse blokohet? Dakord me... Se s'di t'gjuash. Po është e thjesht. Po jo më mund tjetë që arma nuk është kujdesa i për arma. U e ti blokohen 2 armë. Arma blokohet në momentin që... Po kuptoj, por atoni që janë amator, Sokol, se nuk po kuptoj. Sokol, jam Unë se besoj se janë amator në të ras. Sokol, jam... Ata kanë dashur, dhe më thënë ka qenë aq i egër ndryrja me shpashun videot, ka qenë aq i egër sa ajo duhet të ndoste pa tjetër dhe ai nuk duhet të shpëtonte. Por nëse... E para profesionistët gjithmonë vrasin vellën, ata që kanë ekspertiza shumë të lartë. Aty ishin shumë njerëz, ë? Nëse nuk duhet nxitojmë të themi ne. Tani e di pse e them këtë, shiko, Kalashnikov, AK-47 që kanë përdorur ata, është një armë që dhe ai që e prodhoi u bë pishman gjithë jetën. Është arma më e fuqishme në botë. Është automatiku që dhe një fëmijë kur qëllon vret. Kështu që nuk ka saktësi në atë. Të qëllosh një makinë me 3 Kalashnikov dhe ka një gjë, ka një plumb aq të madh në diametër sa po të kapi vetëm një nga kapilarët kudo që tjetë të vrau. Dhe kjo është saktësia e madhe. Ai afrohet atyre, kujtojnë se makina i ikën dhe ai afrohet për të patur siguri. Megjithatë, kjo është një të përdorësh Kalashnikov në një vendngjarje, thosh që ky është profesionist, unë bidem. Profesionist është ai që qëllon me një pistolet në vendet të caktuara dhe nuk duket. Pistoleta është e vështirë për të patur qitë. Tani këte ka prokuroria e Tiranës? Jo, po duhet ta kaloj në SPAK. Jo, për momentin e ka Tirana. Do kaloj në SPAK, nuk... Po se janë 3 veta. Se s'kaloj në SPAK. Po duhet ta çoj prokurori. Duhet ta çoj prokurori, se dhe kjo historia... Prokurori që e ka duhet shpall mos kompetencën dhe ta çoj. Sepse vetëm video tregon... Çështje kohe. Vetëm video tregon që janë 3 persona, përderisa janë 3 e sipër në një vrasje, quhet grupi strukturuar kriminal, kalon direkt, do t'ju them diçka. Unë nuk e di saktësisht se sa qitje janë kryer aty. Nuk e di se 10 gëzoja të sekuestruara. Nëse nuk ka humbur ndonjë. Okej. 83 nuk e kisha këtë. Tani në 83 qitje. Për një kohë sa që thonë një kohë rekordesh... 80 sekonda, pun sekondash. Shiko, e jep automatiku në 18 sekonda qëllon dhe 220, se janë 3. Po falet 3 automatik? Janë 3 automatik, qëllon AK-47 që kanë përdorur ata, ka më shumë se 60 fishek në... Edhe një ndër arsyet e cila mund të jenë blokuar edhe armët nga përdorimi shpeshtë. Jo, kam përshtypjen që mund të jetë edhe nga fishekët e dobët, që është një ndër arsyet. Po, dhe ajo... Ky detaj e bën që mos të jenë aq profesionist, që ndroj logjikës tënde. Ata kanë bërë qitje përpara se të kryejnë këtë krim. Por atë që do të thoja është... Fakti është që i bloku armës. Nëse flasim ti ke një, ata e kanë ditur që në makinë
janë 2 persona. Qartë. Se e kanë marrë këtë informacion. Sigurisht, ata e kanë ditë që nga Tani, jashtë. po. Që nga nisja jashtë shtëpisë dhe kushte. Tani unë nuk e di, kanë dashur t'i vrasin të dy apo jo? Fakti që nuk është vrarë tjetri, nuk është se kanë dashur, por nga presioni... Me 83 të shtëna... Nuk është se janë kujdesur për ta ruajtur atë tjetrin. Nuk kanë arritur dot. Nuk ka arritur dot. 83 të shtëna. Ai shumë sa është afruar në momentin. A mund t'i ketë shquar dikush nga ata që janë me automjet aty? Besoj që po. Qoftë edhe i plagosur. A i ka shquar fytyrat e atyre që qëllojnë. I ka shquar. Se si do që të vishen ata. I plagosur i thua. Po. Se i ka parë momentin e parë që automjeti që është për para. Mendoni që do zbardhet kjo, apo s'ka në një rëndësi shumë? Unë mendoj që po. Kanë bërë shumë gabime. Kush e bëri? Fakti që... Kanë bërë shumë gabime. Po ka rëndësi kjo? Se kjo në vazhdën e gjerave që ndodhin? Do zbardhet pjesa ekzekutimit, ekzekutuesit, apo ata që kanë organizuar dhe porositur? Ata që kanë organizuar nuk dalin kur. Është e vështirë. Njeriu që shkon në burg, sot kemi me qindra vrasës me pagesë në burg, të cilët nuk e tregojnë kur se kush i porositi. Janë raste shumë të ralla në cilat kanë treguar. Për shembull do të cilja vrasës i ish drejtorit të policisë, kur kush nuk i shkonte në mendje që ishte një vrasës me pagesë, një shtetas nga Kuçova që nuk të shkonte në mendje. Dhe ai në trembje sipër tregoi porositsin. Po kemi edhe vrasin më të sofistikuar ever që është rrëfyer. Julian Sinanaj. Po, a ishte tjetër gjë, a ishte lodhur me atë punë. Unë po them ata që a i nuk vriste brenda grupeve kriminale, a i vriste biznesmen. Nuk kishte lidhje fare. Nuk kishte hyrë të këtë. Julian Sinanaj, në jetën e ti mund të marim si duam, por vrau një peshkatar të shkret, i cili kishte një 2 toka. Vrau i biznesmen, vrau i tjetër, kush do porosiste, do vriste i doganier, e kupton, nuk kishte lidhje me grupi kriminal, ndryshon grupi kriminal, po të mori vesh... Ishte aq i famshëm, një kohë të shkurtër, sa i vajtën dhe porosi nga politika më koli. Kështu që leja të muhabet. Po qa politika i vajtja ti të ngeli, politika në këtë vënd